Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti përshëndeti të premten heqjen e 50% të masave ndëshkuese që BE vendosi në 2023 ndaj vendit, duke theksuar se në janar të vitit të ardhshëm do të hiqej pjesa e mbetur e tyre. Ato ishin të padrejta që në ditën e parë, sepse institucionet e Republikës Kosovës nuk ishin shkaktare të eskalimit të situatës në 4 komunat në veri të vendit tonë. Në mbledhjen e qeverisë në detyrë, Kurti nuk la pa thumbuar partitë dikur në opozit për të cilat tha se janë ato që kanë vendosur masat më të rënda ndëshkuese ndaj vendit. Republika e Kosovës, masat më të mëdha financiare, nuk i ka vuajtur nga Bashkimi Evropian, por nga opozita parlamentare. Kuvendi i Republikës u shpërnda pa u votuar plani i rritjes së Bashkimit Evropian në vlerë prej 880 milion euro dhe 3 marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë mbi 120 milion euro. Kryeministri në detyrë i Kosovës gjithashtu theksoi se fal masave të marra në kohë nga ekzekutivi i tij dhe policia, u arrit të neutralizojë plani financuar nga Serbia për aneksimin e veriut të Kosovës që u synua përmes sulmit ndaj policisë së vendit në Bajnës, ku humbi jetën efektivi Afrim Bunjaku. Sipas Kurtit, çdo kompromis ndaj sundimit të ligjit do të ishte fatal për vendin dhe triumfi i këtij sundimi dhe rendit publik ka siguruar një situatë të qetë dhe funksionim të institucioneve të shtetit në veri të Kosovës.